Korekt, pranver. Njeni 185 nuk thot vetëm deputetet e shumicës parlamentare du të me bashkëpunu. Është drejtë dhe detyrimi grupit kriteri kushtetues e kushton të drejtën ja kushton detyrimin dhe drejtën për të siguruar numrin e nevojshme për kryetar, por në kuadër të bashkëpunimit në mirëbesim nga deputetet e zgjedhur për gjetur kompromisin apo konsenzusin për të gjitha çështjet që dalin. Do të përfshirë zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, apo mënyrën e votimit, gjatë formimit të organeve kushtetuese të zgjedhjeve të lira, por gjithmonë brenda kërkesave dhe kufinjeve të përcaktuar të kushtetutës. Do të të gjithë deputetëve. Kjo fjalia fundit që cituar. Kjo do mëon që ti nuk mulesh deputetëve me au imponu mënyrën e votimit. Sakt. Do mëon komisioni o huqje. Kjo është interpretim politik. Prandaj është problematike, se kjo është dash me thotë. Po nuk e ka të drejtën kryesuesi me çik luan ma urë. Nuk e ka këtë drejtë. Kalon hapësirë të interpretohet. Pikërisht. E kanë të drejtën të gjithë deputetët aty që janë të pranishëm me votu edhe kundër këtij komisioni. Po ata s'po votojnë fare. Po pse komision? Kush duhet një komision? Kush e përcakton? Ka nevojë domos do me shkruaj. Jo, kush e përcakton? Është problemi këtu. Së pakun e ti jo. Normativen e Kuvendit nuk e përcakton kryesuesi qoftë rastësisht për shkak të moshës. E thotë edhe këto Ali. Po në rregull, po qitu flan djalli. Po gjithmonë, kur do një gjithë bish, gjithë kundën djalli. Fiston Gjermani. Jo, po shiko, aty gjykata pse s'duhet me pas? Gjykata po e prezizon. Pse s'duhet? Kur po bllokohet, s'po ecet me votim. Jo që apo absenojnë. Ama gjykata përcakton që ka blokot. Jo, kush e ka shkaktuar blokotën? Natyrisht që shumica, grupi më i madh. Që duhet vullnet për ta themeluar edhe për të mirën publike. Po, kemi ditë që duhet vullnet. Propozimi, prandaj, propozimi, tash masimi të interpretimit politike. Kush propozimi për themelimin e komisionit, jo në mënyrë arbitrare, unë jam kryesues që komisioni, aty qesum. Po pe votojnë a me bo komision, a mos me bo komision. As aty s'po morin pjesë në votim. A ky nuk e ka ndru rendin e ditës, këto e thotë në vendim shumë pa qartë, gjykata kushtetuese, nuk e ka ndru rendin e ditës, po ka propozu me idenë e mirëbesimit edhe vullnetit mirës publike. Jo, shpe thot ashtu. Gash, mos më shit. Po thot ky, unë po jap interpretim. Jo, nuk po thot ashtu. Gash, nuk po thot. Ti dush me dhënë zgjidhje për me shku në konstituim. Okej, vetëm pak, prit shohim mentorin edhe Fatimen. Do t'i dëgjoj mentor. A zgjidh kjo ose nuk zgjidh? Një gjë, nëse i thonë këtij 30 ditë që është i sankcionuar dhe s'po e këtë 30 ditë që s'jemi duke e mohuar asnjëri. Këtu kemi konsensus të gjithë. Ato se e kanë shkruar mirë se 30 që nuk mund shkruhet më gabim, i bie që 15 herë do të mbledhen. Plus, maksimalisht. Ky interpretim është bërë për këta deputet për Kuvendit të Kosovës, që këta mja u qarsu këtyne situatën, po në bazë të reagimeve tyne të menjëhershme, po shihet që ata reagimi ose nuk ka i qartë, ose ata se kanë kuptu që shpëdojnë, ose pe kuptojnë që shpëdojnë vetë. Kjo i bjen që kalon mundësi interpretime është ndryshme për mendimin tem, se tash se lexova krejt, se në fundit që jam jurist me folë për atë punë. Jo, tani e shoqetëm, se ngadalë edhe pse atë leximin e shpejt, unë mendova në fillim të them drejtën mentor, se po flasim kështu drejt edhe troq, mendova në fillim që këtë për çështjen e votimit fshehtë e pata vetëm unë, edhe thash mos e pas kam lexuar gabim ose pas kam lexuar diku tjetër, pastaj po i bie që unë kam lexuar mirë tamam, po që nga çështja interpretimi kjo. Çështja interpretimi, domethënë nuk ka gash, thosha unë ty gash. Nuk ka qenë specifike për mendimin tam, s'ka qenë specifike në problemi i cili është aktualisht, për shkak se nëse ja u lën me interpretu këtyne deputetëve, këto që tha dhe Blerimi pa herët në ndërgjegjjen e tyne, ata po shihet se s'kan ndërgjegje, ata u bën sa muj u bën që ata nuk po dojnë me zgjedh probleme, se ata e dinë, ata kushtetuta është, i dinë rregullat qysh cila parti e ka drejtën me propozu kryetarin e Kuvendit, e pas ka konfirmuar edhe ky aktgjykim, njëjtën aktgjykimin e vitit 2014, që i takon partisë të parë. Edhe u tha dhe këtu që është partia e parë ajo, në fakt edhe që ato e kish ky akt vendim që partia e parë e ka drejtën, është partia kryesore e cila duhet me marrë iniciativat, me bo përpjekje për me i zgjidh. Përpjekje me bo, po thot ky. Po dhe?
Më kam konstruktive, jo me bloku. Jo me bloku, është të qartë, thotë, nuk partia po nuk do me bloku, po duhet... Detyrosh me bo. Po dhe? S'ka lidhja ki propozu, kone ki propozu. Duesh me bo me kompromis, me bashkëpunim, a që e ki të drejtën propozimit e ki. Këtu është tani problemi, sa ata jo që po janë, ata janë ndërgjeqëm, po janë përskeqin ndërgjeqëm. Absolutisht, tash unë po flasë në bazë që asaj që mujtë me pa, edhe që mujtë me dëgju, se akë gjykimi bëjë i gatë edhe se lezum deri në fund. Po kjo po konstatën, do më thonë që i takon edhe njëherë partijës parë mës me bloku, gjatë cilin e ka bo deri shtash zoti Kurti edhe vendosja. Dhe vendosja ka bloku procesin, përshka se e ka pasë ndorë me zhidhë problemin. Ka mujtë me nru kandidatin, që është ajo mënyra konstruktive, që ti takosh me parti tjera, flet me ta, konsultohesh me ta, e gjeni zgjidhje dhe ecë përpara procesi. Në fakt që shtu keni farë, mund do këmu, unë për interpretaj tash ashtu që shmujta me lezuane. Ashtu e kom gabim. Gjatë që nuk e ka bo levizja vetë vendosit i tash, që në fakt i bjen prap levizjes vetë vendosit, tash me qenë pak ma konstruktive, nesër zoti Kurti me shkumi taku shefat e grupe parlamentare, kryetarët e partive politike që janë në kuvend, edhe me gjetë një zgjidhje. Qështu po e detyron që kjo akt gjykim dhe gjykata kushtetuese. Okej, po këtu janë dy pika, dy opcione po dalin. Prandaj takon prap zotit Kurti me marrë iniciativen, e mbas këtyre reagimeve që pishohëm na qysh në start, po shihet që ka me pas prap të lashe, ka me pas probleme. Tash nëse mas 30 ditë nuk bëhet, nëse është vepër penale që është dhe zoti Holla që ke edhe... Ajo është pak interpretuese më shumë... Po, me ditë dhe kurresht jam, a ekziston shkelja kushtetutës... Mo kanë imunitet deputetet? Po, ja, nuk kanë imunitet dhe sene, jo, nuk kanë shkelja në ligjit. Brenda mandatit edhe... Brenda mandatit janë për të votuar. Jo, nuk kanë. Jo, imunitet kanë alel veç për deklarimet që i bojnë kuvend. Jo, brenda mandatit ti nuk ligjet për fjallë që i flosin. Për fjallë, veç për fjallë. Për ligjet që i për vepër penale, po. Për veprimen që dëmojnë. Nëse bojnë vepër penale, po, për ato jo. Amo për vepër penale, po. Po tash blerim që është pyetje ti më thoshe jo. Po, jo, nuk thash po. Në logjikën unë e pranoj. Para emisionit tha. Para emisionit. Po e kesh përdor pak tani. Para emisionit tha, unë po e kesh përdori.